Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka dekretuar sot ndryshimet e propozuara nga kryeministri Edi Rama në qeverinë e 4 duke shënuar një rotacion të rëndësishëm në disa dikastere kyçe. Nga detyra u shkarkua Belinda Balluku si zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës dhe energjisë, Elisa Spiropali si ministre për Europën dhe punën e jashtme dhe Piro Vengo si ministre i mbrojtjes. Ndërkohë, Albana Kociu, Besford Lamadhari dhe Toni Gogu u zhvendosën në poste të tjera brenda kabinetit. Albana Kociu kalon nga ministria e brendshme në postën e zëvendës ministres, ndërsa Ferit Hoxha merr drejtimin e Ministrisë për Europën dhe punët e jashtme në vend të Elisa Spiropalit. Besford Lamadhari do të udhëheq Ministrinë e Punëve të Brendshme duke zëvendësuar Albana Kociu, ndërsa Toni Gogu do të marrë drejtimin e Ministrisë së Drejtësisë. Eriona Ismaili zëvendëson Gogun si ministër i shtetit për marrëdhënie me parlamentin. Në kabinetin Rama 4 u përfshin dhe dy emra të rinj, Enea Karakaçi si ministër i infrastrukturës dhe energjisë dhe Ermal Nufi si ministër i mbrojtjes. Procedura kushtetuese parashikon një afat shtatitor për dekretimin e shkarkimeve dhe emërimeve, të cilat më pas do dërgohen për miratim në parlament. Pas votbesimit, ministrat e ri do të betohen tek presidenti Begaj dhe do të fillojnë detyrën e re. Shkarkimet dhe emërimet u prezantuan fillimisht në mbledhjen e përbashkët të grupit parlamentar të Partisë Socialiste në kabinetin qeveritar në një zgjash shkurt, duke shërbyer si një përgatitje zyrtare për rotacionin brenda qeverisë. Ndryshimet synojnë rikonstrukturimin e kabinetit dhe përforcimin e disa dikastereve strategjike për këtë mandat qeverisës.